Faltyre jam gjallë, Shakira emocionon me rrëfimin për jetën pas divorcit. Në një rrëfim emocional pas skenës, këngëtarja kolumbiane me famë botërore Shakira ka ndarë një pjesë të ndjeshme të jetës së saj duke theksuar se fëmijët janë forca që e mbajnë në këmbë. Fëmijët e mi janë arsye pse jam gjallë, u shpreh ajo mes emocioneve, duke folur për jetën pas ndarjes nga futbollisti Gerard Piqué dhe sfidat që ka kaluar vitet e fundit. Shakira, e cila është nënë e dy djemve, Sasha dhe Milan, tregoi se në periudhat më të vështira të jetës së saj, dashuria dhe prania e fëmijëve e ka bërë dhe e ka ndihmuar të mos dorëzohet. Ajo foli me sinqeritet për sakrificat, dhimbjet dhe fuqinë që ka gjetur përmes rolit të saj si nënë. Këngëtarja u ndal gjithashtu tek rikthimi i saj në skenë pas një pauze të gjatë, duke thënë se muzika është shërimi i saj, por fëmijët janë motivimi më i madh. Kur bie poshtë, ata janë arsyeja pse ngrihem përsëri, tha ajo me lot në sy. Kjo deklarat vjen ndërsa Shakira po përgatitet për turneun e saj të ri dhe është më aktive se kur në skenën muzikore, duke treguar se pavarësisht gjithçkaje ajo mbetet një figurë fortë e përkushtuar si artiste dhe si nënë.